Ndër të tjera në lajme do të ndiqni investimet e direkte në Shqipëri arritën në 404 milion euro në tremëjorin e parë 2026, në rritje krahasuar me një vit më parë. Gjatë tremëjorit të parë 2026, Austria, Italia, Holanda dhe Turqia sollën më shumë investimet e direkte në Shqipëri. Gjatë muajit maj, Shqipëria regjistroi mbi 1.88 milion hyrje me rritje të fluksit të udhëtarëve, veçanërisht të vizitorëve të huaj me 15.9%. Korça u rendit vitin e kaluar si qarku me prodhimin më të lartë të grurit në vend, duke lënë pas Firin që për vite me radhë mbante vendin e parë. Ju përshëndet zonja dhe zotrina, ndiqni me lajmet qendrore. Investimet e huaja direkte në Shqipëri arritën në 404 milion euro në tremëjorin e parë të vitit 2026, në rritje krahasuar me një vit më parë, megjithse më të ulta se në fund të vitit 2025. Pasuritë e paluajshme mbeten edhe sektori kryesor për investime. Në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2025, Shqipëria ka arritur të tërheqë më shumë investime të huaja edhe në fillim të vitit 2026. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se fluksi i investimeve të huaja direkte kapi një shifër prej 404 milion eurosh në tremujorin e parë të 2026-s nga 361 milion euro që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo tregon se vendi po bëhet nga viti në vit një pol tërheqës për investimet nga jashtë. Megjithatë, nëse bëjmë një përllogaritje ndërmjet tremujorëve, fluksi i investimeve pësoi një rënje me rreth 5.4% krahasuar me tremujorin e 4 të vitit 2025, kur arriti në 427 milion euro. Por cilët janë sektorët që kanë përthithur më shumë investime? Pasuritë e paluajtshme vijojnë të mbajnë fronin e investimeve. Në tremujorin e parë të vitit 2026, ky sektor përthithi 172 milion euro investime të huaja, i ndjekur nga sektori i aktiviteteve financiare dhe të sigurimit me 68 milion euro, ai i energjisë elektrike, gazit dhe furnizimit me ujë me 38 milion euro, si dhe industria përpunuese me 30 milion euro. Pavarësisht se mbeten ndër sektorët me vlerën më të madhe të investimeve të huaja, aktivitetet financiare dhe të sigurimit kanë shënuar rënje të fluksit krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, nga 75 në 68 milion euro. Ndërkohë sektori tregtisë me shumicë dhe pakicë, riparimit të automjeteve dhe motocikletave ka rënë nga 31 milion euro në tremujorin e 4 të vitit 2025 në 26 milion euro në tremujorin e parë të 2026-s. Edhe në tremujorin e parë të vitit 2026, arsimi, aktivitetet e tjera të shërbimit, bujqësia, pyet dhe peshkimi rezultojnë pa investime të huaja, ndërsa transporti dhe magazinimi, shëndeti dhe aktivitetet e punës sociale, si edhe arti, argëtimi dhe çlodhja, vijojnë të tërheqin nivele shumë të ulta investimesh. Gjatë tremëjorit të parë 2026, Austria, Italia, Holanda dhe Turqia sollën më shumë investime të huaja direkte në Shqipëri. Pas tyre Kosova mbetet investitore e rëndësishme renale, ndërkohë që në statistika bie në sy dhe investime nga shtetet e largëta. Austria, Italia, Holanda dhe Turqia janë vendet që sollën më shumë investime në Shqipëri gjatë tremujorit të parë të vitit 2026. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se Austria mban vendin e parë me 60 milion euro flukse të reja investimesh, duke u bërë kështu investitori kryesor në Shqipëri. Ndërkohë Italia renditet e dyta, e cila ka ruajtur një nivel të qëndrueshëm investimesh në vend. Vetëm në tremujorin e parë të vitit 2026, investimet italiane arritën në 49 milion euro, duke e pozicionuar Italinë ndër partnerët më të rëndësishëm ekonomik të Shqipërisë. Holanda pozicionohet e treta me 48 milion euro investime. Për shumë vite me radhë, shteti holandez ka qenë ndër investitorët më të mëdhenj në Shqipëri, duke mbajtur një peshë të konsiderueshme në flukset e investimeve të huaja direkte. Shteti motor Kosova, me 32 milion euro investime në tremujorin e parë të vitit 2026, vijon të mbetet ndër investitorët më të rëndësishëm në vend. Kjo tregon se Kosova nuk është vetëm një partner kyç tregtar, krahas shumë lidhjeve dhe bashkëpunimeve të tjera që ekzistojnë midis dy shteteve, por edhe një shtet që investon shuma të konsiderueshme parash në sektor të ndryshëm të vendit, sidomos në atë të pasurive të paluajtshme. Pjesa tjetër e rajonit të Ballkanit, Greqia, Bullgaria, Kroacia, Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë po ashtu të pranishme në Shqipërinë me investime, por në një masë shumë të vogël. Ndërkohë Turqia, e cila ka mbajtur shpesh fronin e investimeve të huaja direkte në vend, renditet e katërta me 47 milion euro investime. Kështu Austria, Italia, Holanda dhe Turqia përbëjnë rreth gjysmën e fluksit total të investimeve të huaja direkte që hyn në Shqipëri gjatë tremujorit të parë të vitit 2026. Ajo që bie në sy nga statistikat zyrtare është edhe prania me investime e disa shteteve që gjenden shumë larg Shqipërisë, si Ishujt Kajman,
Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti dhe Libani. Punimet për ndërtimin e nën stacionit të ri elektrik në Kamz, një investim prej 13 milion euro, kanë arritur në 40% të realizimit. Kështu gjatë inspektimit të punimeve, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi tha se vënia në funksione në stacionit pritet të përmirësojë ndjeshëm sigurinë dhe cilësinë e furnizimit me energji elektrike. Punimet për ndërtimin e nën stacionit të ri elektrik në Kamz, një investim prej 13 milion euro, kanë arritur në 40% të realizimit. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi e cilësoi projektin si një nga investimet më të rëndësishme në sektorin energjetik, teksa vënia në funksion e tij pritet të përmirësojë ndjeshëm sigurinë dhe cilësinë e furnizimit me energji elektrike. Kujtoj faktin që Shqipëria është në vendet e vetme në Europë me 100% energji që prodhohet nga burimet e rinovueshme dhe në këtë kuptim çdo investim i ri që vihet për zhvillimin e rrjetit, zgjerimin e rrjetit dhe ndërtimin e stacioneve të reja është më shumë kapacitete energjie të rinovueshme dhe më shumë mundësi për sigurinë e furnizimit me energji elektrike. Investimi mbështetet financiarisht nga KfW gjermane, teksa në inspektim ishte i pranishëm dhe ambasadori gjermanistë në Tiranë. Ambasadori vlerësoi bashkëpunimin mes dy vendeve, ndërsa u ndal dhe në investime të tjera në fushën e infrastrukturës dhe energjisë, që gjithashtu mbështeten nga KfW. Këtu po flasim për shpërndarjen, por KfW po punon gjithashtu në gjenerimin, linjat e transmetimit, duke u lidhur me vendet e tjera. Kemi bërë një përparim dhe mendoj se këtë vit do të përfundojmë linjën e transmetimit 400 kV me Maqedoninë e Veriut, duke rritur përsëri stabilitetin e rrjetit, por gjithashtu duke rritur mundësinë e Shqipërisë për të shitur prodhimin e tepërt të energjisë elektrike. Ka projekte të tjera që janë të përfshira në sektorin e ujit, gjithashtu të financuara nga KfW. Implante për trajtimin e ujit, shpërndarja e ujit, gjithashtu në një deg tjetër të bashkëpunimit gjerman me GIS. Në stacioni i ri 120 kV i Kamzës do të zvendësojë infrastrukturën ekzistuese, teksa paralelisht me ndërtimin e nën stacionit, po vijon dhe faza e dytë e projektit, e cila parashikon instalimin e 8 fiderave të rinj dhe zgjerimin e rrjetit të tensionit të ulët. Komisioni Parlamentar i Ligjeve miratoi marrëveshjen e garancisë për kredi 22.5 milion euro që do të financojë ndërtimin e nën stacionit nën toksor 110-20 kV në qendër të Tiranës. Investimi konsiderohet i domosdoshëm për shkak të gjendjes së nën stacionit ekzistues pranë sheshit Skënderbej. Komisioni Parlamentar i Ligjeve miratoi marrëveshjen e garancisë për kredin 22.5 milion euro, që do financojnë ndërtimin e nën stacionit nën toksor 110-20 kV në qendër të Tiranës. Huaja do jetë me garanci shtetërore, teksa zëvendës Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Dona Bilali bëri me dije detajet dhe institucionet shtetërore që përfitojnë nga ndërtimi i kësaj vepre energjetike. Nga momenti i fillimit të implementimit të projektit, kohëzgjatja është relativisht optimale, vetëm 22 muaj, të cilën do ta shohim të zbatuar në favor të institucioneve kritike që ndodhen në qendrën e Tiranës, duke përfshirë Kuvendin për shembull të Shqipërisë, Ministritë, Operan, edhe një sër aktivitetesh ekonomike që ndodhen rreth qendrës së Tiranës. Kredia u miratua nga Bergj gjatë vitit 2025, pasi kostot e projektit pësuan një rritje të konsiderueshme, krahasuar me vlerësimet fillestare. Fillimisht ndërtimi në stacionit ishte parashikuar të kushtonte rreth 14.5 milion euro, por dizajni teknik përfundimtar i përgatitur nga një konsulent i specializuar evidentoi nevojën për rreth 8 milion euro shtesë. Investimi konsiderohet i domosdoshëm për shkak të gjendjes së nën stacionit ekzistues pranë sheshit Skënderbej, i cili operon me një transformator të vetëm 80 MVA dhe pa kapacitet rezervë. Gjatë 5 mujorit të parë të vitit janë regjistruar për herë të parë 4.939 mjete plotësisht elektrike, një rritje prej 197% krahasuar me të njëjtë periudhë të vitit 2025. Këto automjete përbëjnë 45.7% të totalit të mjeteve me kilometër zero të regjistruara. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor bën të ditur se gjatë 5 mujorit të parë të vitit janë regjistruar për herë të parë 4.939 mjete plotësisht elektrike, një rritje për 197% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Këto automjete përbëjnë 45.7% të totalit të mjeteve me kilometra zero të regjistruara, duke shënuar një rritje prej 104% në raport me janar-maj e vitit të kaluar. Nga ana tjetër, shtimi i automjeteve elektrike ka një ndikim të drejtpërdrejtë në mbrojtjen e mjedisit.
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor thekson se përdorimi i këtyre mjeteve ka sjellë një reduktim prej 6.519.480 kg dioksid karboni në vit, ekuivalent me 217.316 mushkëri ambientale më të pastra. Ndërkohë, 82.7% e autoveturave të regjistruara për herë të parë i përkasin kategorisë mjedisore Euro 5 e sipër, duke shënuar një rritje prej 13% krahasuar me janar-maj 2025 dhe 24% më shumë se njëjta periudhë e vitit 2024. Një tjetër tregues pozitiv lidhet me automjetet e reja elektrik hybrid plug-in. Të dhënat e DPSHTR-s tregojnë se 77% e autoveturave me 0 kilometra të regjistruara gjatë kësaj periudhe i përkasin kësaj kategorie, me një rritje për 28.7% krahasuar me 5 mujorin e parë të vitit të kaluar. Këto të dhëna evidentojnë një rritje të konsiderueshme të automjeteve elektrike që reflekton një orientim të qytetarëve drejt automjeteve që shkaktojnë më pak ndotje në mjedis. Pushteti vendor ka mbledhur afër 290 milion euro në 5 muajt e parë të këtij viti. Rritja më e lartë vjetre në të ardhurat nga taksat lokale, ku peshën më të rëndësishme e zë taksa e ndikimit në infrastrukturë. 61 bashkitë në Shqipëri kanë rritur ndjeshëm performancën në mbledhjen e të ardhurave gjatë këtij viti. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave, pushteti vendor ka mbledhur afro 28.5 miliard lek, apo rreth 290 milion euro vetëm në 5 muajt e parë të 2026-s. Në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, të ardhurat e pushtetit lokal për periudhën janar-maj 2026 regjistrohen me rritje prej rreth 165 milion euro, apo 136.7%. Të kategorizuar sipas zërave nga taksat lokale janë mbledhur rreth 23.8 miliard lek, apo 238 milion euro, nga 87 milion euro të mbledhura në janar-maj 2025, duke thuajse u trefishuar në raport me këtë periudhë. Ndërsa në raport me planin, vihet re dyfishimit të ardhurave. Nga taksa e pasurisë të ardhurat në 5 mujore janë realizuar në nivelin e 46 milion euro, me një rritje prej 14 milion euro krahasuar me vjet. Në strukturën e të ardhurave nga taksat vendore mbizotëron kontributi të ardhurave nga 2 taksa kryesore: të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja dhe të ardhurat nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme. Së bashku këto dy lloje taksash përfaqësojnë rreth 88% ndaj totalit të ardhurave nga taksat vendore. Rritjen më të madhe në burimet e të ardhurave të veta të pushtetit vendor e ka taksa e ndikimit në infrastrukturë. Bashkitë me rritjen më të madhe të ardhurave nga kjo taksë janë Tirana, Vlora, Himara dhe Saranda, të cilat kanë dhe kërkesën më të lartë për ndërtime. Rritja e fortë të ardhurave nga kjo taksë reflekton dinamikën e lartë të investimeve në ndërtim, veçanërisht në zonat turistike dhe urbane. Këto të ardhura krijojnë mundësi shtesë për bashkitë në përmirësimin e shërbimeve dhe rritjen e investimeve në infrastrukturën lokale. Megjithatë, të hyrat e pushtetit vendor mbeten të varura në masë të madhe nga transfertat buxhetore të shtetit. Kjo varësi është një tregues i pafavorshëm për buxhetin lokal, pasi autoritetet vendore shpesh nuk kanë mundësinë të krijojnë burime të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e nevojshme lokale. Po ashtu, decentralizimi fiskal si raporti shpërndarjes së të ardhurave ndërmjet 2 niveleve të qeverisjes vazhdon të mbetet akoma shumë i ulët. Sipas Instat, gjatë muajit maj Shqipëria regjistroi mbi 1.88 milion hyrje me rritje të fluksit të udhëtarëve, veçanërisht të vizitorëve të huaj me 15.9%. Vizitorët nga Europa vijojnë të dominojnë hyrjet, ndërsa pjesa më e madhe të huajve kanë zgjedhur Shqipërinë për qëllime personale. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti Statistikave, gjatë muajit maj në Republikën e Shqipërisë janë regjistruar mbi 1.88 milion hyrje të shtetasve shqiptar dhe të huaj, duke shënuar një rritje prej 12.2% krahasuar me të njëjtën muaj të një viti më parë. Paralelisht, edhe daljet nga territori shqiptar kanë shënuar rritje. Çetmarit rezultojnë rreth 1.8 milion shtetas që kanë lënë vendin, me një rritje prej 8.9% krahasuar me majin e vitit 2025. Të dhënat tregojnë një intensifikim të lëvizjeve kufitare, si për arsye turistike, ashtu edhe për udhëtime profesionale dhe personale. Nga numri total i hyrjeve, rreth 736.000 kanë qenë shtetas shqiptar, duke shënuar një rritje prej 6.9% në raport me majin e vitit të kaluar. Ndërkohë hyrjet e shtetasve të huaj kanë arritur në rreth 1.14 milion, me një rritje të fortë prej 15.9%, duke konfirmuar vijimin e intensitetit të vizitorëve të huaj për Shqipërinë. Se i përket origjinës së turistëve të huaj, pjesën më të madhe e përbëjnë vendet e Europës jugore, të cilat kontribuojnë me rreth 70% të hyrjeve nga Europa.
ndërsa Europa Perëndimore përbën rreth 12% të këtij fluksi. Kjo tregon se tregjet europiane vijojnë të jenë burimi kryesor i vizitorëve që zgjedhin Shqipërinë. Edhe daljet nga vendi ka pasur rritje. Gjatë muajit maj janë regjistruar rreth 735.000 dalje të shtetasve shqiptar, me një rritje për 3.6%, ndërsa daljet e shtetasve të huaj kanë arritur në rreth 1 milion, duke u rritur me 12.9% krahasuar me një vit më parë. Nëse shihen të dhënat për 5 muajt e parë të vitit, rezulton se në Shqipëri kanë hyrë rreth 3.7 milion shtetas të huaj, duke shënuar një rritje prej 8.2%. Në të njëjtën periudhë, hyrjet e shtetasve shqiptar kanë qenë rreth 3.3 milion, me një rritje prej 8.7%. Pjesa më e madhe e vizitorëve të huaj vijojnë ta zgjedhin Shqipërinë për arsye personale. Sipas Instat, rreth 98% e hyrjeve të shtetasve të huaj gjatë majit kanë qenë për qëllime personale, ku përfshihen kryesisht pushimet, vizitat dhe udhëtimet individuale. Ky tregues është rritur me 16.4% krahasuar me majin e vitit 2025. Ndërkohë, hyrjet për qëllime biznesi dhe profesionale kanë shënuar një rënje prej 5.6%, duke treguar se rritja e flukseve gjatë kësaj periudhe lidhet kryesisht me lëvizjet turistike dhe personale. Në të rësi, statistikat e majit tregojnë një tjetër rritje të prezencës së vizitorëve të huaj në Shqipëri, me sezonin turistik që po nis me një ritëm më të lartë se një vit më parë. Hyrjet e shtetasve të huaj në Shqipëri u rritën me 15.9% në muajin maj, duke arritur mbi 1.14 milion. Ritmet më të larta të rritjes u regjistruan nga shtetasit e Lituanisë, Danimarkës dhe Indisë, ndërsa Kosova dhe Italia vijuan të zënë edhe peshën kryesore. Maj solli një tjetër rritje të hyrjeve të shtetasve të huaj në Shqipëri, por përtej rritjes së përgjithshme të dhënat tregojnë se po zgjerohet gradualisht edhe harta e vendeve nga vijnë vizitorët. Sipas Instat, gjatë muajit maj në vend u regjistruan 1.14 milion hyrje të shtetasve të huaj, 15.9% më shumë krahasuar me majin e vitit kaluar. Ndër zhvillimet më të spikatura të muajit ishte rritja e fortë e hyrjeve nga disa vende që deri pak vite më parë kishin një peshë të kufizuar, por muajt e fundit po rriten gradualisht. Lituania regjistroi zgjerimin më të madh me një rritje prej 273%, ndërsa hyrjet nga Danimarka u rritën me 253%. Ritmet e larta u shënuan edhe nga India me gati 125% më shumë hyrje se një vit më parë, duke treguar një prani në rritje të flukseve nga tregje më pak tradicionale për Shqipërinë. Në të njëjtën linjë, hyrjet u rritën ndjeshëm nga Polonia, Finlanda, Slovakia, Irlanda, Ukraina dhe Spanja. Edhe pse në vlerë absolute këto vende mbeten larg fshinjve të Shqipërisë, ritmet e rritjes tregojnë një zgjerim të bazës gjeografike të hyrje në vend për arsye të ndryshme, kryesisht për punësim. Pesha kryesore e hyrjeve vijon të mbahet nga vendet e rajonit. Kosova mbetet burimi më i madh, me hyrje gjatë majit e ndjekur nga Italia, Maqedonia e Veriut, Malizi dhe Greqia. Nga ana tjetër, disa tregje europiane shënuan të kurrje. Hyrjet nga Austria ran me 14.5%, nga Zvicra me 13.5% dhe nga Gjermania me 9.1%, ndërsa rënje pati dhe nga Serbia e Kroacia. Këto luhatje tregojnë se krahas zgjerimit drejt tregjeve të reja, flukset nga disa vende tradicionale kanë ndjekur një ecuri më dobët gjatë majit. Të dhënat e majit sugjerojnë se, ndërsa vendet fshinje vazhdojnë të dominojnë hyrjet e shtetasve të huaj në Shqipëri, pesha e vendeve të Europës veriore, qendrore dhe tregjeve më të larta po rritet gradualisht, duke bërë strukturën e hyrjeve gjithmonë më të larmishme. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës regjistroi rritje të trafikut ajror gjatë muajit maj me mbi 1.25 milion pasagjerë dhe 7.352 fluturime drejt 104 destinacioneve. Linjat e rregullta dominuan udhëtimet, Wizz Air dhe Ryanair mbajnë edhe pjesën më të madhe të tregut. Aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza ka publikuar së fundmi statistikat mbi trafikun ajror gjatë muajit maj, duke treguar një rritje të aktivitetit të udhëtimeve ajrore. Sipas të dhënave, gjatë këtij muaji janë realizuar 7.352 fluturime me rreth 1.25 milion pasagjerë, me një shtrirje në 104 destinacione dhe 29 shtete të ndryshme. Në aeroport kanë operuar gjithsej 26 linja ajrore, duke zgjeruar mundësitë e udhëtimit për pasagjerët. Destinacionet më të preferuara gjatë muajit maj kanë qenë kryesisht qytete europiane. Londra dhe Milano kryesorin listën e destinacioneve më të frekuentuara, të ndjekura nga Roma, Brukseli dhe Bologna, duke reflektuar kërkesën e lartë për lidhje me qendrat kryesore europiane. Nëse analizohen të dhënat e trafikut ajror, rezulton se pjesa më e madhe e udhëtarëve kanë përdorur fluturime të rregullta. Vetëm gjatë muajit maj janë regjistruar rreth 1.24 milion pasagjerë nga këto fluturime, duke përbërë pjesën kryesore të lëvizjes ajrore. Krahasuar me periudhën e mëparshme, numri i pasagjerëve ka shënuar një rritje prej 26%, ndërsa edhe numri i lëvizjes të avionëve është rritur me 19%. Kjo tregon një zgjerim të kërkesës për transport ajror dhe një aktivitet më të lartë në aeroport. Ndryshe paraqitet situata për transportin ajror të mallrave. Gjatë muajit maj janë transportuar rreth 234 ton mallra,
duke shënuar një rënje prej 12%. Për 5 muajt e parë të vitit, trafiku ajror në aeroportin e Tiranës ka arritur në rreth 4.5 milion pasagjerë, duke treguar një volum të konsiderueshëm udhëtimesh nga fillimi i vitit. Sa i përket kompanive ajrore që operojnë më shpesh në aeroportin Nën Tereza, tregu vijon të dominohet nga kompanitë me kosto të ulët. Wizz Air mban pjesën më të madhe të fluturimeve me rreth 53.2% të totalit, e ndjekur nga Ryanair me 28.1% dhe në vendin e tretë renditet Lufthansa me rreth 3% të fluturimeve. Ndërkohë fluturimet charter, të cilat zakonisht lidhen me udhëtime turistike të organizuara, përbëjnë një pjesë më të vogël të aktivitetit ajror, me rreth 1.19% të fluturimeve totale gjatë muajit maj. Në të rësi, statistikat e majit tregojnë se aeroporti i Tiranës vijon të ketë një ritëm të lartë aktiviteti, me një rritje të numrit të pasagjerëve dhe zgjerim të lidhjeve ajrore me destinacionet europiane. Kryeministri Rama mori pjesë në konferencën për rindërtimin e Ukrainës. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se rindërtimi nuk është bamirësi, por strategji, pasi nuk bëhet fjalë vetëm për të riparuar atë që është shkatëruar, por për të ndërtuar një Ukrainë demokratike, europiane dhe moderne. Kryeministri Rama mori pjesë sot në konferencën për rindërtimin e Ukrainës, e cila zhvillohet me pjesëmarrjen e kryetarëve të shteteve dhe qeverive, institucioneve financiare ndërkombëtare, përfaqësuesve të biznesit dhe organizatave të shoqërisë civile nga mbar bota. Jam i sigur se kontributi më i mirë që prisni nga unë është një fjalë e shkurtër. Këtë do bëj. Besoj se koncepti i këtij takimi është shumë i thjeshtë. Nëse rindërtimi pret derisa të bjerë plumbi fundit, atëherë do të jetë aq më tepër vonë, dhe pikërisht për këtë arsye jemi sot këtu. Ndërkohë Ukraina po rindërtohet, ndërsa njëkohësisht mbron veten. Ky është kuptimi i madh i kësaj konference. Shqipëria është këtu me një bindje shumë të thjeshtë. Ukraina duhet të sigurojë paqen me të njëjtën vendosmëri të cilën po mbron lirinë e saj. Nga ana tjetër, ne e shohim rindërtimin e Ukrainës dhe integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor si procese që përforcojnë njëri tjetrin. Të dyja kanë të bëjnë me plotësimin e Europës, forcimin e qëndrueshmërisë së saj dhe uljen e cënueshmërive strategjike. Natyrisht, rindërtimi nuk është bamirësi, por strategji. Konferenca synon të forcojë mbështetjen ndërkombëtare për Ukrainën dhe të mobilizojë investime për rindërtimin dhe zhvillimin afatgjatë të vendit. Punimet e saj u fokusuan në sektorët më të prekur nga agresioni rus, përfshirë energjinë, infrastrukturën kritike dhe logjistike, si dhe në forcimin e kapaciteteve të sigurisë dhe mbrojtjes, të konsideruara thelbësore për procesin e rindërtimit. Korça u rendit vitin e kaluar si qarku me prodhimin më të lartë të grurit në vend, duke lënë pas firin që për vite me radhë mbante vendin e parë. Rreth 1/4 e grurit të prodhuar në Shqipëri vjen nga qarku juglindor, ndërsa firi vijon të kryesojë për prodhimin e drithrave në tërësi. Prodhimi bujqësor në Shqipëri arriti në 9.7 milion ton gjatë vitit 2025, ndërsa drithrat vijojnë të mbeten një nga grupet më të rëndësishme të kulturave të arave. Sipas të dhënave zyrtare, prodhimi i drithrave arriti në 623.000 ton, me fierin që kryeson në rang kombëtar me 144.000 ton, i ndjekur nga Elbasani dhe Korça. Megjithatë, brenda grupit të drithrave ka ndodhur një zhvillim i rëndësishëm. Korça ka marrë vendin e parë në prodhimin e grurit, duke lënë pas fierin, i cili për vite me radhë ka qenë qarku dominues për këtë kulturë. Të dhënat për vitin 2025 tregojnë se Korça prodhoi 36.600 ton grur, ndërsa fieri 34.800 ton. Diferenca është relativisht e vogël, po ka mjaftuar që qarku juglindor të ngjitet në krye të renditjes kombëtare për kulturën që mbetet baza e prodhimit të bukës. Ndryshimi vjen pas një rënje të fortë të prodhimit të grurit në fier gjatë viteve të fundit. Në vitin 2023 fieri prodhonte 67.600 ton grur, ose afërsisht 21.000 ton më shumë se Korça. Brenda vetëm 2 vitesh, prodhimi në fier është përgjysmuar, duke rënë me rreth 48%, ndërsa Korça ka pasur një tkurrje më të moderuar. Në vendin e tretë për prodhimin e grurit renditet Elbasani me 25.900 ton, ndërsa pas tij vijnë Berati, Tirana dhe Lezhë. Zhvendosja e kryesimit mes dy qarqeve më të mëdha prodhuese ndodh në një kohë kur prodhimi i grurit në nivel kombëtar po ndjek një prirje afatgjatë rëndëse. Në vitin 2025 u prodhuan 162.600 ton grur, niveli më i ulët regjistruar në të paktën 15 vitet e fundit. Krahasuar me vitin 2012, kur prodhimi kombëtar arriti në mbi 300.000 ton, sasia e grurit e prodhuar në vend është ulur me rreth 138.000 ton, ose gati 46%. Rënja është edhe më e dukshme në raport me fundin e viteve 90, kur prodhimi i grurit i afrohej 400.000 tonëve. Ndërkohë pesha e grurit brenda prodhimit të drithrave është zvogluar ndjeshëm, nga 623.900 ton drithra të prodhuara për gjatë vitit që lan pas, vetëm 162.600 ton ishin grur, ndërsa pjesa më e madhe përbëhet nga mistri, prodhimi i të cilit arriti në 400.400 ton.
Kjo tregon se ndërsa Fieri Vion të mbetet qarku më i rëndësishëm për prodhimin e drithrave në tërësi fal peshës së lartë të Mistrit, harta e prodhimit të grurit ka ndryshuar. Për herë të parë pas shumë vitesh, Korça është kthyer në qendrën kryesore të prodhimit të grurit në Shqipëri. Përcaktimi i vlerës së gjobave që vendosen ndaj subjekteve që ushtrojnë aktivitet në sektorin e peshqimit do të jetë në raport me seriozitetin e shkeljes dhe dëmin e shkaktuar. Kështu udhëzimi i Ministrisë së Bujqësisë përcakton metodologjinë përkatëse mbi bazë të së cilës ashpërson edhe masat për shkeljet e rënda. Gjobat në sektorin e peshkimit do të vendosen në raport me dëmin e shkaktuar. Sipas udhëzimit të fundit të Ministrisë së Bujqësisë i votuar në fletoren zyrtare, përcaktimi i masave do të bëhet mbi disa kritere si natyra dhe rëndësia e shkeljes, shkalla e dëmit ekonomik dhe mjedisor të shkaktuar, sasia e zënjeve ose të produkteve objekt shkelje, përsëritja e shkeljes nga i njëjti subjekt, shkalla e bashkëpunimit të subjektit gjatë kontrollit, fakti nëse shkelja është kryer në zona të mbrojtura ose mbi specie të mbrojtura, përfitimi ekonomik i realizuar ose i synuar nga shkelja, dhe çdo rrethan tjetër rënduese ose lehtësuese e konstatuar gjatë procedurës administrative. Metodologjia e përcaktuar në këtë udhëzim zbatohet vetëm për ato masa administrative për të cilat ligji parashikon interval vlerash ose lë hapësirë vlerësimi për organin administrativ dhe jo për masat ku ligji përcakton vlera fikse. Konkretisht për shkeljet që lidhen me heqjen apo shfrytëzimin e rërës ose zhavorit, shkarkimin apo zhvendosjen e ujrave ose të materialeve të tjera ndotëse, si dhe ndërhyrjen, prishjen apo shkatërimin e mjedisit në zonat e mbrojtura ujore, gjoba varion nga 400.000 lek për dëmtim të lehtë mjedisor dhe pa pasoja të konsiderueshme në habitatin ujor, deri në 1.5 milion lek nëse ka shkaktuar dëmtim të rënd ose të pakthyeshëm të habitatit ujor, ndotje masive, shkatërim të ekosistemit dhe në rast përsëritjeje 2 milion lek. Ndërsa për shkeljen për ndërtimin e strukturave në kundërshtim me legjislacionin në zonat e mbrojtura ujore, gjobat variojnë nga 600.000 lek për ndërtimin e strukturave të përkohshme ose lehtësisht të çmontueshme në tokë ose në ujë, 1.5 milion lek për ndërtimin e strukturave fikse që cënojnë habitatin natyror, aksesin ose funksionimin e zonës së mbrojtur ujore, deri në 3 milion lek për ndërtimin e porteve, platformave, argjinaturave, strukturave industriale ose çdo ndërtim tjetër që shkakton dëmtim të rënd të ekosistemit ujor ose ndryshim të karakteristikave natyrore të zonës së mbrojtur. Për peshkimin në kundërshtim me urdhrin për ndalimin e peshkimit, gjobat variojnë nga 200.000 lek për sasi minimale 5 kg dhe deri në 1 milion lek për sasi peshqish mbi 15 kg. Për aktivitetin e peshkimit nga anijet të huaja, shkelja varion nga 3 deri në 5 milion lek. Përdorimi i eksplozivave dhe substancave të tjera për peshkim dënohet me gjob nga 100 deri në 500.000 lek. Peshkimi mbi normat e lejuara dënohet me gjob nga 50 deri në 100.000 lek. Shtimi i palestrave në kryeqytet po i bën tregun e fitnessit gjithnjë më konkurrues. Sipas ekspertëve të fushës, sektori po shkon drejt mbi ngopjes, ndërsa kostot e larta dhe cilësia e shërbimit po bëhen përcaktuese në mbijetesën e këtyre bizneseve. Në çdo zonë të kryeqytetit, palestrat janë bërë pjesë e zakonshme e peizazhit urban, nga qendrat e mëdha të fitnessit, te studiot e vogla në lagje. Ofertat për aktivitet fizik janë shtuar ndjeshëm vitet e fundit, por ndërsa interesi për trupin, shëndetin dhe stilin aktiv të jetesës është rritur, vetë tregu duket se po përballet me një pikë kthese. Donald Tërpo, pronari një prej palestrave në kryeqytet, thot se konkurrenca është bërë shumë e fortë dhe se sektori po shkon drejt mbi ngopjes. Ka më shumë njerëz që vendosin që të abonohen nëpër palestra, por ka dhe një konkurrencë jashtëzakonshme sepse edhe individ të tjerë, domethënë e shikojnë si biznes fitim prurës dhe vendosin të hapin një palestër, bëhet i çik tregu i mbi ngarkuar, domethënë për kaq popullsi sa ka Tirana, themi drejtën, ka jashtëzakonisht shumë palestër. Tërpo tregon gjithashtu që kostot për të mbajtur një palestër janë tepër të larta. Është një strukturë goxha komplekse duke nisur nga qeraja, sepse kërkon një ambient që është jashtëzakonisht shumë i madh për të bërë një palestër, nga veglat pastaj që duhet kesh një larmishmëri dhe nga që tregu është bërë dhe më i vështirë, ti duhet fusësh dhe pajisje të tjera që nuk i kanë palestrat e tjera. Pjesa stafit duhet kesh individ për çdo sektor të ndryshëm, që nga kostot e amortizimit, kur të prishet një pajisje, është një miks kompleks gjërash. Instruktori tregon se palestrat diferencohen nga njëra tjetra për shkak të vendodhjes, pajisjeve të ofruara, kushteve infrastrukturore dhe profesionalizmit të stafit.
Eksportet e mallrave në Kosovë gjatë muajit maj janë arritur me 15.7% në bazë vitore. Nga ana tjetër, importet vazhdojnë të dominojnë tregtinë e jashtme të vendit në një vlerë 638.6 milion euro. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se megjithse eksportet janë rritur me 15.7% në bazë vjetore, importet vazhdojnë të dominojnë tregtinë e jashtme të vendit me një vlerë për 638.6 milion euro. Eksporti i mallrave në muajin maj 2026 kishte vlerën 94.1 milion euro, ndërsa importi 638.6 milion euro, që është një rritje prej 15.7% për eksport si edhe një rritje prej 5.6% për import, duke krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2025, thuhet në njoftim. ASK-ja thekson se grupet kryesore të eksportit janë 27.5% metalet bazë dhe artikujt për tyre. 11.1% e përbëjnë plastika, goma dhe artikujt për tyre. 10.7% e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani. 8.9% e përbëjnë artikujt e ndryshëm të prodhuar. 8% e përbëjnë produktet minerale e të tjerë. Ndërsa sipas të dhënave të grupeve kryesore të importit, 15.2% e përbëjnë produktet minerale, 12.6% e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani, 12% e përbëjnë makineritë, pajisjet mekanike dhe elektrike, 11.7% e përbëjnë mjetet e transportit, 10.8% e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt për tyre e të tjerë. Sipas ASK-s, eksportet e Kosovës në vendet e Bashkimit Evropian arritën në 30.8 milion euro ose rreth 32.7% të eksporteve të përgjithshme, me një rritje për 6.3%. Partnerët kryesorë për eksportin e mallrave në Bashkimin Evropian ishin Gjermania 9.9%, Italia 4.9%, Hollanda 2.7% e të tjerë. Importet e Kosovës nga vendet e Bashkimit Evropian ishin rreth 301.3 milion euro ose 47.2% e importeve të përgjithshme, me një rritje prej 13.7%. Importet me pjesëmarrje më të lartë ishin nga Gjermania 13.1%, Italia 8.8%, Polonia 4.1% e të tjerë. Eksportet e Kosovës me vendet e CEFTA-s arritën në 43.1 milion euro ose 45.7% të eksporteve të përgjithshme, me një rritje për 24.6%. Partner kryesor për eksport nga vendet e CEFTA-s ishin Maqedonia e Veriut 16.4%, Shqipëria 14.8%, Malezi 6.6%, Serbia 6.4% e të tjerë. Importet nga vendet e CEFTA-s arritën në 85.3 milion euro ose 13.4% të importeve të përgjithshme, me një rritje për 22.5%. Vendet me pjesëmarrje më të lartë për import ishin Maqedonia e Veriut 4.9%, Shqipëria 4.1%, Serbia 3.2%. Bankat në Europën qendrore, lindore dhe juglindore presin që kërkesa për kredi të mbetet e fortë për bizneset dhe familjet në 6 muaj të ardhshëm, ndërsa pritet dobësimi i lehtë i ofertës së kredisë. Banka Europiane e Investimeve në anketën e saj të fundit vëren se cilësia e kredisë është përmirësuar. Bankat në Europën qendrore, lindore dhe juglindore presin që kërkesa për kredi të mbetet e fortë për bizneset dhe familjet në 6 muaj të ardhshëm dhe një dobësim të lehtë të ofertës së kredisë, duke reflektuar kryesisht një gatishmëri të reduktuar për të dhënë kredi për kompani të mëdha, tha Banka Europiane e Investimeve. Kërkesa për kredi ka mbetur e favorshme në vitet e fundit, e nxitur kryesisht nga klientët me pakicë. Në të kundërt, oferta e kredisë në Europën qendrore, lindore dhe juglindore ka qenë e dobët ose neutrale që nga viti 2022, pavarësisht disa shenjave të përmirësimit në vitin 2024 dhe ka mbetur përgjithsisht e qëndrueshme gjatë 2 viteve të fundit, tha Banka Europiane e Investimeve në anketën e saj të huallënies bankare për gjysmën e parë të vitit 2026. Sondazhi gjysmëve vjetor mbuloi Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Bullgarinë, Kroacinë, Çekinë, Hungarinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Poloninë, Rumaninë, Serbinë dhe Slovakinë. Ai përfshinte 12 grupe ndërkombëtare dhe 65 deg lokale ose banka të pavarura lokale që përfaqësojnë mbi gjysmën e aseteve bankare në rajon. Shumica e bankave mëm në Europën qendrore, lindore dhe juglindore kanë ruajtur ose rritur ekspozimin e tyre në rajon gjatë 6 muajve të fundit, duke parë në të ardhmen më shumë se 75% e grupeve bankare ndërkufitare në rajon planifikojnë të zgjerohen në mënyrë selektive, ndërsa gati 1/4 presin të ruajnë nivelin aktual të aktivitetit. Asnjë grup bankar nuk ka sinjalizuar ndonjë qëllim për të zvogëluar praninë e tij. Potenciali i tregut në përgjithësi shihet si i lartë, veçanërisht në Çeki, Rumani dhe Slovaki, dhe si i moderuar në Ballkanin Perëndimor.
fitueshmëria në rajon shihet si më e lartë krahasuar me operacionet në të gjithë grupin, veçanërisht në Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Çeki, Hungari, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Sipas bankave të anketuara, cilësia e kredisë është përmirësuar përsëri në 6 muajt e fundit me më pak kredi me probleme. Megjithatë, bankat presin një përkeqësim të cilësisë së kredisë gjatë 6 muajve të ardhshëm për bizneset me pakicë dhe korporatat, megjithëse parashikimet të ngjashme pesimiste në vitet e fundit nuk janë materializuar. Çmimet e energjisë elektrike në Francë janë arritur në nivelet e tyre më të larta që nga kriza e vitit 2022, pasi kërkesa në rritje përftoi përkohën me kufizimet në prodhimin e energjisë bërthamore dhe performancën e ulët të parqeve me erë. Valja e parë madhe të nxehtet e kësaj vere po përfshin Europën, duke prekur tashmë tregjet e energjisë. Sipas një raporti të Bloomberg, çmimet e energjisë elektrike në Francë janë rritur në nivelet e tyre më të larta që nga kriza e vitit 2022, pasi kërkesa në rritje përftoi përkohën me kufizimet në prodhimin e energjisë bërthamore dhe performancën e ulët të parqeve me erë. Valja të nxehtet e cila filloi në Europën jugperëndimore, po përhapet drejt veriut duke prekur kryesisht Francën, Spanjën, Gjermaninë dhe Britaninë. Nxehtësia ekstreme po rrit kërkesën për ajër të kondicionuar në një kontinent që tradicionalisht përdor më pak energji përftoje se sa Shtetet e Bashkuara ose lindja mesme. Në tregun e energjisë elektrike Apex Spot, çmimi për kulmin e pasdites së mërkurës në Belgjik u rrit në 933 euro për megavator, një nivel që të kujton ditët e krizës energjetike pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Përkatësisht, çmimet e energjisë elektrike në Francë për orët e mbrëmjes arritën pikën e tyre më të lartë që nga viti 2022, ndërsa në Gjermani çmimet maksimale janë në nivelet e tyre më të larta në 2 vitet e fundit. Situata po përkeqësohet nga problemet e shkaktuara nga valja e të nxehtet në centralet bërthamore franceze. Temperaturat e larta të lumeve që përdoren për të ftohur reaktorët po e detyrojnë kompaninë EDF të kufizojë prodhimin në disa njësi në mënyrë që të përmbush kufizimet mjedisore. Operatorët e rrjetit janë në gatishmëri të lartë. Në Francë po merren në konsiderat edhe shkëputjet parandaluese të linjave të transmetimit që mund të deformohen nga temperaturat e larta. Në Itali, qeveria miratoi masa emergjente për të mbrojtur punëtorët, duke u lejuar bizneseve të kufizojnë ose pezullojnë operacionet gjatë orëve të nxehtësisë ekstreme me mbështetje shtetërore për të mbuluar një pjesë të kostave të pagave. Meteorologët paralajmërojnë se fenomeni nuk kufizohet vetëm te temperaturat e larta gjatë ditës, të ashtu quajtura net tropikale gjatë të cilave temperaturat nuk bien në 20 gradë Celsius, rrisin barrën mbi popullsinë dhe rëndojnë më tej kërkesën për energji elektrike, pasi kondicionerët funksionojnë vazhdimisht për 24 orë. Ky test i termik është një kujtesë se kriza klimatike nuk është më vetëm një çështje mjedisore, ajo po shfaqet si një faktor përcaktues për çmimet e energjisë, sigurinë e rrjetit dhe në fund të fundit koston e jetesës në të gjithë Europën. Kemi ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni edhe në adresën tonë në internet scan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë më takofsh.